Bashkuara nuk do ta merrnin këtë veprim, duke nisur sa nga iluzioni që kishim për një lloj mbrojtje rajonale dhe një lloj presioni të faktorit ndërkombëtar tek aleatë të cilët në fund ditës rezultuan që nuk ishin efektiv për vetë Iranin, nisur më së pari dhe më kryesorja nga vetë qëndrimi që ka mbajtur Irani, pavarësisht përpjekjes për të theuar marrëdhënie me shtete si Rusia, fjala vjen, në fund të ditës të gjitha e kanë parë me shqetësim programin bërthamor të saj dhe aq më shumë dhe njëkohësisht përpjekjen për të eksportuar terrorizëm në lindjet mesme nëpërmjet grupimeve të ndryshme që kanë mbështetur sa në Liban, sa në Siri, sa në Irak dhe në gjithë vendet e tjera të rajonit. Për Iranin ka pasur një harë kohor për të negociuar që nga qershori vitit kaluar, kur Shtetet Bashkuara ndërmorën një sulm ndaj bazave ku zhvilloi programi bërthamor i Iranit dhe brenda këtij harku kohor të 7-8 muajsh ka pasur përpjekje dhe ka pasur hapje nga presidenti Trump për negociata drejt për drejta me Iranin dhe pavarësisht përpjekjes, tentativa të ndryshme për të ulur në tavolinë, ka pasur një mungesë të një serioziteti në raport me ato që ishin vijat ku